إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndërimet I takojnë Allahu të baraka wa ta'ala, krijuesit të tokës dhe qiejve, I pari I cili nuk ka fillim, I fundit I cili nuk ka mbarim. Atë e lavdërojmë, e falëndërojmë, I nënshtrohemi, dëshmojmë me bindje të thellë se askush nuk meriton që të adhurohet përveç Tij, dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të sinqert, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, keni frikën Allahu te baraka wa taala dhe dijeni se frikë respektin ndaj Allahut është çelësi I të gjitha të mirave. Jemi shumë afër, kanë mbetur pak ditë dhe do të hyjmë në muajin më të rëndësishëm të vitit. I tër ummeti Islam, muslimanët anë kënd botës e presin një musafir të nderuar. Ajo është muaj I shenjtë I Ramazanit. Muaj ku zemrat e besimtarve janë të kënaqur me këtë muaj të bekuar. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka veçuar, e ka dalluar në librin e tij këtë muaj të madhrishëm, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta ka folur për vlerën, rëndësinë, veçoritë e muajit të Ramazanit. Ky muaj I Ramazanit padyshim se është muaj I bekuar, muaj I mirësive, është muaj I ibadeteve, muaj në të cilën afrohet robi tek Allahu subhanahu wa ta'ala, është muaj I agjerimit, është muaj I namazit, është muaj I leximit të Kur'anit, është muaj I përmendjes së Allahut subhanahu wa ta'ala, muaj në të cilin kërkon falje robi I Allahut tek Allahu, është muaj I bujarisë. Dhe ky muaj në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbritur Kur'anin, sahabët e kanë pritur me dëshirë shumë të madhe, sepse kështu I edukonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I inkurajonte me ardhen, I përgëzonte me ardhen e muajit Ramazanit.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë sahabeve ju tregonte për vlerën e agjerimit, për vlerën e muajit Ramazanit, për veçuritë. Me çka dallohet ky muaj? Me gjithë këto i përgëzonte dhe i orientonte pejgamberi alayhi salatu wassalam sahabët. Transmeton Anas ibn Malik radiallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Hadha shahru Ramadan." Ky është muaji i Ramazanit. "Qad ja'akum", vetë se ju ka ardhur juar. "Fihi tuftahu abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun niran." Në këtë muaj hapen dyrët e xhennetit dhe në këtë muaj mbyllen dyrët e xhehenamit. "Wa tusaffadu fihi shayatin", dhe prangosen djajt. Kështu i përgëzonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët për ardhjen e këtij muaji të madhrishëm të Ramazanit. Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon prej nesh që ardhjen e muajit të Ramazanit ta presim me zemra të hapura, me devotshmëri. Dhe kjo është mirësia e Allahut ndaj robërve të tij. Dhe me atë çka neve kërkon Allahu që të mburremi dhe të gëzohemi, janë ibadeti, veprat e mira, është feja. "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, fa bidhalika falyafrahu." Thuaj, me mëshirën e Allahut, me Kur'anin dhe me mirësinë e tij, me mirësinë e tij që është Kur'ani dhe me mëshirën e tij që është Islami, fa bidhalika falyafrahu, me këtë le të gëzohen besimtarët. Pra në këtë ajet kur përmendet mirësia, dietarët thonë se është për qëllim Kur'ani, ndërsa kur përmendet mëshira e përmendin Islamin. E me këtë Allahu thot falyafrahu, le të gëzohen besimtarët. "Huwa khairun mimma yajma'un." Ky gëzim që ne duhet ta kemi, ajo është besimi, ato janë veprat e mira, Kur'ani, përgjithësi Islami, që një prej shtyllave të Islamit është agjërimi muajit të Ramazanit. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala? "Huwa khairun mimma yajma'un." Është më me vlerë, është më mirë se sa krejt atë çka të bojnë njerëzit nga pasuria e jetës kësaj bote. Natyrshëm se njeriu gëzohet me diçka që fiton nga jeta e kësaj bote. Por gëzimi më i mirë dhe më me vlerë është ai gëzim kur ti i nënshtrohesh Allahut subhanahu wa ta'ala dhe je i kënaqur me atë që ke vepruar. Prandaj ta presësh muajin e Ramazanit si musliman, si besimtar, duke mos dyshuar në vlerën e madhe të këtij muaji, duke qenë i përgatitur si një besimtar që ta pranosh agjërimin. Kjo ka vlerë shumë të madhe. Dhe gëzimi i muslimanit në pritjen e muajit Ramazanit është më mirë se sa krejt dynjaja që është me tërë gjërsinë e saj. Sikur tërë botën ta kishe ti në dorë, edhe krejt është e jotja. Por nëse nuk i agjërushëm, nuk agjëron, nuk i kënaqur me agjërim, atëherë fare nuk do të ketë vlerë ai gëzim i pasurisë tënde, i pozitës tënde, i kënaqësive të jetës së bote. E pse duhet të gëzohemi me agjërimin, pse duhet të gëzohemi me fenë, pse duhet të gëzohemi me Kur'anin? Sepse kjo do të na përcjell deri në ditën e gjykimit.
dhe shpërblimin të plot do ta marrim në ditën e gjykimit, në ditën e ringjalljes. El malu wal banun zinatul hayatid dunya. Fëmijët, pasuria janë zbukurim, stoli e jetës kësaj bote. Por çfarë thot Allah? El malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Por veprat e mira janë ato të cilat do të qëndrojnë, do të mbeten, janë shpërblimi më i mirë. Prandaj, të mos e mashtroj askënd pasuria jetës saj bote. Alhaakumut takathur. Thot Allahu në Kur'an, alhaakumut takathur. Ju shkatroj lakmia madhe mas jetës saj bote. Hatta zurtumul maqabir, derisa ju një ditë i vizituat varrezat. Pra, shkut në varr, udhëtimi juaj është drejt varrit. Çfarë do plani që mund të bësh në këtë botë? Mund të jetë e shkruar që para se të arrijë ai plan, ai projekt, ai cak i yti, përfundimi i yt do të jetë në varr. Por nëse pas teje vijnë veprat e mira, devotshmëria, ibadeti, agjerimi, namazi, atëherë kjo do të mbetet gjithnjë dhe Allahu subhanahu wa taala do të shpërblej. Prandaj besimtarët duhet ta presin agjerimin me gëzim, sepse ky gëzim është më i mirë se sa pasurimi edhe se sa çdo gjë që ka në këtë botë. Prandaj falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë pjesëtar dinit islam, ku e ka bërë të lishme edhe agjerimin e muajit të Ramazanit, që ka vlerë jashtëzakonisht madhe. Prandaj lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të përsosura që të na mundsoj që të presim agjerimin, të presim këtë muaj me zemra të hapura, me devotshmëri, me bindje, me nështrim te Allahu tebaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allahu iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلي وسلم على نبينا محمد. Të nderuar besimtar, një pyetje e cila mund të parashtrohet në lidhje me pritjen e ardhmë, me pritjen e muajit Ramazanit është se vërtet si duhet pritet muaji Ramazanit? Si ta presim ne? A duhet pritet muaji Ramazanit me përgatitjen e ushqimit? A duhet pritet muaj Ramazanit me lule, me diçka të bukur, me gjana materiale, apo duhet ta presim muajin e Ramazanit me diçka që është krejtësisht më me vlerë? Muaji Ramazanit duhet pritet të ndërshëm besimtar me bindje të thellë se në këtë muaj ne duhet kërkojmë falje sa më shumë që Allahu të na i falë gjunahet. Ne çdo ditë, natën, ditën bim mëkate të mëdha dhe të vogla. Prandaj është një shans e muslimanit që të pastrohet nga gjunahet. Raghima anfu rajulin, është i përbuzur ai njeri i cili e ka zënë muajin e Ramazanit, thumma salakh, pastaj ka kaluar muaji i Ramazanit, walam yughfar lah, edhe nuk është i falur te Allahu. Prandaj është i përbuzur një person i cili futet muajin e Ramazanit dhe nuk e ka falë Allahu. Prandaj është një shans që robi i Allahut të kërkoj falje, të pendohet te Zoti. Po ashtu duhet pritet muaji i Ramazanit me mbështetje të plotë ndaj Allahut, në Allahun, duke i lutur Allahut, duke u lidhur fort me Allahun, që të na mundsoj të jemi të fortë dhe qëndrueshëm në ibadet gjatë këtij muaji. Sepse pa ndihmën e Allahut ne nuk mund të bëjmë ibadet. Pa fuqinë e Allahut, pa udhëzimin e Allahut, ne nuk mund të bëjmë ibadet. Në luftën e Khandekut, kur sahabët ishin të nevojshëm që të kishin forcë, të ishin qëndrueshëm në bindje edhe në vepër,
Shkoi pejgamberi alayhi salatu wasalam duke I përkujtuar me një fjali, laula Allah mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna. Po të mos ishte Allahu subhanahu wa taala, wala sumna wala sallayna. Po të mos ishte udhëzimi I Allahut, ne nuk do të ishim të udhëzuar. Po të mos ishte Allahu, ne nuk do të ishim të udhëzuar. As nuk mund të agjërojmë, as nuk mund të falemi. Prandaj robi I Allahut ka nevojë për ndihmën e Allahut që të zbret mëshirën e Tij në gjoksat tonë, që ta presim agjërimin me gjoks të hapur, me bindje, I mbështetur në Allahun subhanahu wa taala. Robi I Allahut nuk mendon në temperaturat se çfarë do të vinë, por do të mendon se a do ta kryej agjërimin ashtu siç duhet. Robi I Allahut gëzohet në iftar, gëzimi I parë është sepse ka kryer obligimin ndaj Allahut, po ashtu pastaj edhe ushimin që ja lejon Allahu. Sepse e gëzimi I madh do të jetë kur do të takojë Allahun ditën e gjykimit. Prandaj, në asnjë mënyrë, në asnjë çast, të mos ju mashtrojnë njerëz të cilët nuk agjërojnë, njerëz të cilët nuk besojnë, njerëz të cilët janë dyshim, njerëz të cilët janë zhveshur nga morali, nga etika, nga besimi. Por mburrni me fenë juaj, me këdin të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është krenaria juaj, kjo është shpëtimi juaj, kjo është e ardhmja juaj. Prandaj falenderoni Allahun subhanahu wa taala që jemi afër muajit të Ramazanit, pavarësisht situatës, temperaturës, nxehtësisë. Allahu te bareke ve taala I sprovon robët e Tij. Allahu na sprovon në mënyra të ndryshme. Prandaj këtë forcë që të jemi të qëndrueshëm në agjërim do ta jap vetëm Allahu te bareke ve taala. La hawla wala quwata illa billah. Kur ndëgjojmë ezanin hayya ala salah, hayya ala falah, çfarë duhet themi? Nuk ka lëvizje që mund të bëjmë, edhe nuk ka forcë përveç se ato që na jep Allahu subhanahu wa taala. Se përndryshe kur thirret ezani një pjesë e madhe, argëtojnë dhe bredhin rrugëve të ndryshme dhe nuk ndëgjojnë zemrat e tyre, edhe pse ndëgjojnë veshët e tyre. Edhe për agjërim, shumë njerëz në kënd të botës do të ndëgjojnë me veshët e tyre, por zemrat I kanë të vulosura. Prandaj falenderojnë Allahun që zemrat e juaj janë të hapura dhe shikojnë dhe presin muajin e Ramazanit tamam me gëzim, me nështrim, me krenari, dhe lutim Allahun që të na mundsoj që ta kalojmë këtë muaj të madhrishëm, këtë muaj të Ramazanit bekuar, muajin e mirësive të mëdha, që ta kalojmë sa më mirë, sa më lehtë dhe të penduar te Allahu, të nështruar te Allahu te baraka wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su' fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu